Samiti i 6 i Komunitetit Politik Evropian ka nisur tashmë në Tiranë. Ndryshe nga dy samitet e tjerë, të cilët ishin organizuar nga qeveria shqiptare të mbajtur në Piazza d'Italia, kësaj herë kemi një lokacion tjetër, pikërisht në sheshin Skënderbej. Por me sa duket, një nga elementet që e ka prishur festën e organizuar sot të samitit është pikërisht moti. E kjo jo vetëm për ata që janë duke mbërritur me delegacionet e tyre përkatëse të 47 vendeve të cilët janë pjesëmarrëse, por mbi të gjitha për të gjithë kolegët gazetarë të Shqipërisë, por edhe të mbar Europës, të cilët janë mbledhur sot për të mbajtur këtë samit apo për ta përcjellë atë në vendet e tyre të ndryshme. New Europe, it's New World. Kështu është konsideruar edhe slogani i këtij takimi, ku pritet të diskutohet për një sër elementesh, ku pikë kryesore patjetër që mbetet dhe vijon të jetë mbështetja ndaj Ukrainës. Deri më tani Mark Rutte ka mbajtur një fjalë për mediumet që gjendeshin aty, duke thënë dhe duke referuar pikërisht si një delegacion të dobët të Putinit, i cili ka në tryezën e bisedimeve. Sa i takon Kaja Kallasit, numri 2 të Komisionit Evropian, ajo është shprehur sa i takon rrugës dhe integrimit evropian me pozitivitet ndaj të gjithë reformave që ka bërë Shqipëria. Pritet që të vinë delegacionet e tjera të rëndësishme si ai presidentit të Francës, të Gjermanisë apo të liderëve të tjerë, të cilët kryeministri Rama ka vendosur të sfidojë shiun dhe t'i pres pa çadër në pjesën e tejkalimit dhe të tapetit të kuq.